14.000 doza të vaksinës së gripit kanë mbritur në Shkodër. Aplikimi i tyre ka nisur prej 4 ditësh. Sipas krye vaksinatorit Arben Xhabia, deri më tani janë aplikuar rreth 1.200 doza. Kjo vaksinë ka në fokus disa kategori siç janë të moshuarit dhe të sëmurët kronik. Nga dita hanë kena fillu vaksinimin e gripit sezonal, si çdo vit. Domethënë në drejtorinë tonë, në rrethin tonë kanë ardhur rreth 14.000 doza vaksinë, të llogarita për kategori të ndryshme siç janë personeli shëndetësor, smurt kronik, punojësit e institucioneve të kujdesit afatgjatë, që përfshihen këto azilet e pleqve, për mësuesat, për edukatorët, për ushtarakët, për punojësit e policisë, dhe për gjithë personat që mund të kenë dëshirë të aplikojnë vaksinën e gripit në për qendra shëndetësore të lagjeve të tyre. Nisur nga përvoja ditët më pashme, si është interesi për Shkodër për të marrë vaksinën? Interesin në përgjithësi është për ato personat të cilët çdo vit e kanë marrë vaksinën. Domethënë, ato e kanë parë efektin pozitiv të vaksinës dhe ato mezi shpresin të paraqiten pranë qendra shëndetësore për të aplikuar vaksinën e gripit. Interesi pothuajse është i njëjtë dhe dozat janë të llogaritura për atë kontingjent që çdo vit aplikon vaksinën e gripit. Kush janë moshat që morën modelin? Moshat janë 60 vjeç dhe të smurt kronik. Ato janë zakonisht të çdo vitshëm që paraqiten për të aplikuar vaksinën e gripit. Sa persona kanë marrë vaksinën të 3 ditë? Deri në këto momente që flasim, janë rreth 1.200 persona të cilët kanë aplikuar vaksinën e gripit. Ditët më të pashme, sa persona aplikojnë shkallës? Rreth 10.000 doza janë aplikuar. Vitin e shkuar aplikuan rreth 10.000 doza vaksinë. Duket se grup mosha më i interesuar për të vaksinuar është ajo mbi 60 vjeç. Kjo vaksinë rekomandohet që të bëhet gjatë muajit tetor, kur ende nuk ka nisur piku i sezonit gripal, pasi ajo kërkon rreth 3 javë kohë për të krijuar imunitet.